chão, chão, chão e vai descendo até o chão. E vai descendo até o chão. Okej, atëherë. Jemi në situatën e tillë që Roland Hysi është gjyqtar që ka rënë një çështje gjyqësore, një divorc me 42 Një çështje krejtë thjesht, një çifti. Vite më parë gjykata fjetë kishte vendosur që vajzat kalonte në kujdesarinë mamas. Në 2018-ën, babai ngrihet me pretendimin që më takon mua, po dua të marr unë kujdesarinë e vajzës. Këtu Roland Hysi merr çështjen. Në shorti ra aty çështja. Përveç 1001 historive takime në për hotelet Fierit, i kërkon afere seksuale, futet në lojë psikologja Elona Meçani, cila thotë i një kafe. Elona, se më lutem mos gatroni. Meçani, po, i thotë jepi një sidhu mirë dhe një kafe që është 500 euro. 500 euro. Zonja kërkon që të takohet. Alo. A duar me pi kave? Jo, pra se nuk duhet bëj lekët. Duhet bëj lekët dhe ta ndaj mendje se ti e ke kafe me sherr. Lere! Sigurisht që zonja kërkoi që të takoj vetë Rolandin. Absolutisht pa. Është një kafe 500 euro që duhet folur dhe për më tepër tashmë e infiltruara jon me besimin më të madh tek ne, donim që të kuptonim nëse vërtet kishte pasur qasje seksualiste apo seksuale siç e thot kolegu im, apo ishte një tridhje zonjës. Në rezultoi për fat të keq që jo. Nuk ishte tridhje zonjës. Zotëria ishte kaliente. Ndiqeni pak. Tani po prisja dhe disa mërdita, certike vap, kam i lodhur, ajo të putstari, kam 106 për i putstari. Të lutem, vetëm mos të do të sigurt një operation, po më kryo një komoditet që ndoshta, sepse kam në moment por jam disi shumë punë. Shumë. Në fund në 100. Po të lutem, nuk po më Nuk dhe të kape të një kështë. Po. Të qështë? Vendime varë? Po. Nuk të së dhe të fare. Mua në të kushtoj. Kjeri të më regjimës. Mua vinë qitë njerë. Kur jenë vinë me. Dhe. Mos këtë të s'ka nga një oshtë. Kjo e tjetër tjetër. Rega më shumë dhe stop të kuma. Po që të shkë historit, po më dushme dhe se s'ke drejtë. Do që djallë të tjetër. Nuk shkutim të djallë të tjetër. Jenë në momentin që ti jenë po të ta Këtë ishte të rëndë, ta kene sinceritet dhe vënd, që kërë të ishë për nga të mujë të kërë. E vetë janë drimës, dhe është që të mujë ta që do të rime mamë, e të e që të vëshurë. Do të unë të 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 shumë delikat. Dhe të një të të që të rëzot të eksploatija e fakës tjetër. Këtë më kupton pra, pretendime të tjera, që të marrë këmit të bje, dhe unë do t'jep një mirë që të të jo, një vendim që këtë lezet për të lezet. Tu ke pesite. Edhe në duhet. Nuk ka të të kapë, të të vere dhe një të dhe nuk duhet në naqë, në atis të kapë në dojtë, në dojtë. Do jemi pashë? Do jemi pashë. E pashë në naqë. Nuk më gjëra më të të nuk të bëja pashë, po nuk të gjëra në gjëra. Halal, unë kam gjërë me gjak, nuk të halal në të sësë të halal. Edhe jem, falë. 500 euro. Jo, mërqunë. Qeke, ha. 500 euro tani. Janë edhe 500 të tjera kur t'jepet vendimi. Një sekund të Po ti të dhuj që e ka kafje 1000 euro, zemra të fikët. Një sekund të që mos më lyment me të... A, u të gjithë të lafazot. Qa më kjo kafe këshu ku e Për prejni kafe? momentin i dhatë... A më të shina lere Alo. dhe shudëm. Hajde mërë pi kave. Po qa kafe u du që s'pi me pi kafe me ty. Ta i këtë shina... O, të lutëm në lesin... E shikon që kemi punë që në linit punojmë. Ishin vetëm 500 euro. E majdi në dorë, pa pik turbi i fudi dhe në portofol, se nuk ishte kjo e rëndësishme 500 eurosh. Si i kanë edhe portofola, psikologja, nuk më zërë zaroni. fix 500 euro. O, kuptoj, ja i tha zonja ku i ke 500 euro, dakord më dakord. Më thot dikush, e kuptoj nga ekrani, thot, po ku është kjo pjesa kaliente? Ndiqeni pak me vëmendje. Që i thot më shtrëngo pak fort
Mos më prek, të lutem. Mos më prek se nuk kam asnjë proces gjyqësor, të lutem. Edhe plot gjëra të tjera, dhe një përqafim kështu histori kështu franceze, se këto francezët janë allasoj njerëzish këto. Janë kështu. Po, me sa duket edhe këto gjermane, zvicerianë, nuk e se janë më pak. Janë më të sertë, janë më të sertë. Dijeni pak më vëmendje. Sigurisht që unë i kërkoj ndjes zonjës që qesh, asaj që ka regjistruar. E falënderoj jashtëmarrëse për besimin që pati, po është vetëm në mënyrë që ta përtypim këtë vrerë të gjyqësorit shqiptar. Ndiqeni pak. Atëherë, në dy lanë se po nuk janë ata njerëz që do të peshojnë vija, a jetë teksti apo disa të ndërmarrin. Nuk ka nuk të them të thonë që të sjellë radhë apo biseda ishte në këtë kontekst. Unë shme çdo gjë sa u gjyshi. Për më qakosh më. Do të bëjë tash jo. Ja po dështia të përvajtë. Ka që përvajtë në të? Ja po dështia të. Ke përqevin të? Jo. Në trashtë. Po ke përvajtë në të? Forë. Gjë forë. Ato. Për shokë. Unë pitani. Bravo. Ç'të të thom e ç'të të mollois lumiku. Ç'a të flasësh më? Asgjë nuk kam për thënë e përshtuar. Sigurisht që unë i kërkoj një falje, jo ndjes, një falje shumë qytetare, familjarëve të Rolandit, nëse ka djalë, vajzë, bashkëshorte, po e tillë është jeta, miq nderuar. Rolandi duhet bënte punën e tij siç e bëjnë plot prokurorë gjyqtar të ndershëm këtë vend që nuk e kanë kafe më shumë se 600 lekë sa e pi unë dhe kolegu im Gentiani, apo që ka një shtëpi normale, apo që kanë të 3 shtëpi apo gjitha të justifikuara në Trashëgimi, në Lëra Bixhozi apo ku diun ja kanë edhe ndasur gjëra të kësaj natyre. Në fakt, kjo ishte vetëm pjesa e parë, shkalla e parë e gjyqësorit në Fier. Sepse çështja tashmë ka lidhje në apel të Fierit. Babai më sa duket e ankimoi, po sigurisht po. Prapë në apel? Mirë, po përsëri dhe në apel, Elona, psikologja, është garante me gjyqtarin Taulant Banushi. Prapë kafe tjetër? Po sigurisht mi Sa budallaqe. shkon kafe në këtë qytet më O, shumë? prit se s'kemi mbaruar. Në fakt, vjen përsëri psikologja. A ka një fjalë to kafja e madhe si që ka Shkodra? Nuk e ka. Që vjen një moment që i mbaroj kafja. Jo, do të thonë. nuk ka. Është përsëri biseda me Elona, psikologën, e cila thot tashmë për Taulant, i thot që shiko që ta rregullojmë. Taulant, nuk e di nëse i ke marrë ato para apo jo, por Elona di që mori 500 euro përsëri në emrin tënd. Sepse themi në emrin tënd sepse Elona vazhdon t'i bie një numër që ne kemi kontaktuar, se do 500 euro të vetë tash ajo. Prap kafe Po, kjo. se i ka dhënë 500 euro Rolandi, Ore, nuk ju i bëjnë- dhënë 500 euro Taulandi, do dhe Elona 500 euro të Më veta. falë më i vajzë gjithë to kafe që pikë nuk ju bën, nuk ju rrisin tension. Se unë e sa njëri nga një pimë dhe jemi shumë gjithë ditën. Dini pak bisedën për tashmë për Taulant Banushin. Psikologja thotë shiko se ndinjeni pak. Në bazë si mbaroj gjyqi i parë, mu desh të hapja gjyqin e dytë, kam bërë kërkesën e gjyqi i dytë, ka qenë mua i gusht, mua më është dashur tiki se unë jam marrëdhënie pune me një fjalë do punoja, më përfaqësonte avokatja ime. Kur është hedhur shorti, ka rënë gjyqtar Taulant Banushit, më ka kontaktuar automatikisht psikologja, më ka thënë i ka rënë Taulantit gjyqi, por t'i japim 500 euro që çdo gjë të shkojë mirë, që ti mbarosh punën sa më shpejt e tjerë e tjerë. Unë kam qenë në kontakt me emisionin Stop, emisioni Stop e ka marrë sipër për të paguar 500 euro dhe i ka paguar emisionin Stop. Dispotam me avokatën qytetare, ajo më tha që të njëjtë numrin e... Po, të bëjtë. Po. Do kaloj në posti, po, për e dërguar, të më sjell ajo edhe do takoni gratë. Do ta shpisën e lejve, që do t'ja me këtë të hajtë. Sa po të minjizë, sigurisht që po të fizikalë. Ka ishte të tonë, edhe kojnumi. Ska që se takimet ta organizoj unë, mendova si të Okej, jo. Ska që më mërë më të keshe të përpërën. Kjo ishte vishtë të pas të fisë të dhe koja dhe unë që të personalisht. S'ka gjëra që të në telefon. Okej.
Barcelona, Gjermania, Katalonja, Francia. Kjo ishte biseda shpejt e shpejt. Tashmë nuk është zonja, është një vajzë tjetër i filtruar, sepse zonja kishte punë të saj. Për një divorc. Ja ka sjell lekët me demek zonja dhe duhet t'ja jepnim. A i mori ato lekët psikologja? A i mori 500 euro, si thoni. Kam një besim të verbër që jo. Në emrin e gjyqtarit të dytë pra që ka çështjen, Taulant Banushit. 500 euro të tjera. Mori, po më shumë ishte shqetësuar për ato që s'kan ardhur akoma. Ndërkohë që edhe ky është vetëm një gjyq, sigurisht është shumë i rëndësishëm për ata që e kanë. Për dy familjarët është Po është një gjyq themi i rëndom në thojzar një gjyqësor shqiptar. Nga si me këto me vrasje, me Imagjino feri. të kesh ti je një gjyq për të ndarë milionat, E për të kupton ndarë ku pijet kafe apo jo? për të ndarë prona, për të marrë toka, apo privatizime, O, sa shko apo kafja. kthime, ku diun O, tjetër. sa shko karkaleci krudo, çaj kafe fodi. Ligjeni pak me vëmendje, ligjeni pak. Tani me kisha të shqiptuar, sepse ta morë sa më bëra të shtajë. Edhe ishte shumë të nuk ka të këtë e tike ka të shqiptë Taulanti dhe Banushi Edhe do shkoj ti këtu, se do më nisë të çka jo, okej. Po për atë tjetër? Për atë tjetër ka për marketing do në do kam të Kjo ishte Orlumiku, ajo që doni ndani me ju sonte. Ju treguam me detaja pasabi gjithçka që ndodh në një nga gjykatat atë në qytetit Fierit. Do thoni ju pse të tjerat janë ndryshe? Sigurisht që jo. Ku do pi kafe Në to? pamundësi për t'ju vërtetuar me zë dhe figurë, ju jeni dëshmitar vetë për ditë në për dyre gjykatash, prokuror, gjyqtar, që i ata lefta, duhet paguani miqtë e mi. E di shumë mirë unë, e dini shumë mirë ju të gjithë. E din shumë mirë dhe kryetari dhe presidenti i Republikës si firmos pa fajsi për pajtime fetaun, e din shumë mirë dhe ISHKLD-ja sot që është bërë kjo një emër tjetër, se çka një emër modern sot. E din shumë mirë dhe ato 5 antarë që nuk jetën as shkelje etike dhe as korrupsion për fajtime fetaun, apo të tjerë. Nuk është çudi që nesër të shikoj edhe një firmë të tillë dhe për këtë Rolandin apo dhe për psikologin që janë të pafajshëm. Krimet e rënda, shkalla e parë, ndoshta apo ku diun çfarë tjetër mund thotë që Po mirë, nuk është faj se ti e ke kafen 500 euro. Po, thjesht mund të dalin në një vendim gjyqësor që kaq e kanë kafen dhe pikë mbaroj. Është addicted to coffee. Addicted, okay. Dhe historia La situazione non è buona. Anche dei miei capelli non è buona. Thot Adriano Celentano, se l'amiche t'ha të pjetë, si çka qenë do të jetë. Bravo. Natën e mirë dhe përshëndetje që vini së mbrëma. Natën e mirë dashur miq. Qëndroni aty sepse vetëm sa filloi. Vetëm sa filloi. Nëse akoma në institucionet shqiptare kanë probleme këto Vetingu, Spaku, Spartaku, e çajmë dhe emrat e tjerë. Spaku. Po Spaku. Do Spaku që dëgjoj, do vi Spaku, do vi Spaku. Spaku do të jetë. Se mund gjallë do vi Tupaku, Tupaku ka vdekur. Do vi Spaku. Spaku mi mami Spaku. Ne do mundohemi, nuk e di sa do të ndryshoj kjo histori, po do mundohemi ta korrigjojmë sa do pak. Ose për më tepër ti trëmb në tulin pazarit, janë shumë një kafe 500 euro.
Ore, nuk kam hallin Në e përmendje të kafes, tuaja. kam hallin qidashka dhe gjona tjera përveç kafes. A, të thuaj. Ha? Alo, A duar me pi kave? nuk pi kafe me ty. Nuk pi kafe me ty, se ti të fut duar ti. Okej. Fridi, Slonca, Onza,